Përshëndetje për gjithë shikuesit e dashur të televizionit të Vënjet, të emisionit Amel. Mirë se po takohemi bashkë edhe në këtë diele të bukur, me shpresën që jeni duke kaluar një vikend ashtu siç keni qef jo. Sot në rubrikën Një ditë me mua kam kënaqësinë që të kem një grua, një muzikante, një kompozitore, një mësimdhënëse si Arta Haziri Nuhio. Kush është Arta? Çka bën Arta? Tani pse unë e prezantova shumë shkurt. Hajde bashkë me mua shkojmë të takojmë edhe ta zhvillojmë një bisedë të jetë interesante me to. Hajde bashkë. Dashur shikues, është ndërë dhe privilegj të jeti i madh me intervistu gratë, cilat çdo ditë më shumë na bëjnë krenar duke përfaqësuar Kosovën jo vetëm në vendin tonë, mirë po edhe në arenën ndërkombëtare. Unë tashmë pranë vetes kam Arta Haziri Nuhio, e cila përveç se është një muzikante, kompozitore, mësimdhënëse e muzikës, është edhe drejtoreshe e 2 festivale, një ndërkombëtar e një vendor, për që kështu. Arta, është kënaqësi që sot më pas bashkë edhe me zhvillu një bisedë rreth karrierës tonë dhe profesionit tonë dhe gjithë këtyre çmimeve që ki fitu me punën edhe me përkushtimin tonë që e ki bo. Faleminderit Elsa, kënaqësia është e imja që ta ndoj ndoshta një rrugtim timin profesional për 20 vite. Tu fillu ndoshta në 3 etapa, unë e krahasoj periudhat e mia të cilat unë kam marrë zhvillim më shumë profesional me mbarimin e Akademisë së Arteve Dega në muzikën, fillova të punoj si profesoreshe muzikës në një shkollë të fillore, duke filluar në shkollën Musa Zojmi, dhe aty konkretisht lindi edhe dëshira e madhe për me punu me fëmijë të talentuar. Fëmijë të cilët më dhanë jashtëzakonisht motiv që unë të vazhdoj të mirë me ta, përveç edukimit në shkollë, të ofroj për ta edhe platforma tjera për mundësinë që më dhon atyre me zhvillu më shumë talentin e tyre. Nga aty, unë erdha me idenë e një festivali mbar kombëtar, festival ky i këngës për fëmijë, Mollkuqet, ku në këtë vit i shënon edicionin e 13, do me thonë 13 vite. Është një festival që bashkan të gjithë trojet shqiptare, do me thonë fëmijët të gjithë trojeve shqiptare. Për mu si drejtoresha ati festivali, padyshim që është një privilegj shumë i madh, për pas promovimit të talentëve, ne promovojmë edhe kompozitorët shqiptar, duke i krijuar komponimet e tyre më të mira, siç është bota e fëmijëve. Arta, me këti pak në nostalgji, ndoshta para shumë viteve, kur ke fillu vetë me studiu muzikën, pse bashkë muzikën? Ke fillu në një periudhë e cila ka qenë goxha e vështirë për gjithë ata që janë mirë me muzikën, ndoshta, edhe një grua që ka bë bum, për që i kështot në skenën e tonë, një vajzë më shkollu para disa vitet ka qenë goxha e vështirë. Realisht, Elsa, unë qysh si fëmijë e kam zbulu talentin tim dhe dëshirën se çka unë në të ardhmen do të jem. Dhe me thonë në kohë kur ne ishëm fëmijë që loznim ndoshta në lagjet, aty ku jetonin, unë qysh atëherë ja marrë me pjesën e organizimit të mahallës, tamam që kemi thonë, duke organizu koncerte të ndryshme, dhe me thonë duke u paraqit me këngë, me shfaqje teatrale, e kështu me radhë. Po, pastaj ka qenë edhe dëshira e nënës time, sepse unë në shkollën e mesme realisht regjistrova edhe gjimnazin, regjistrova edhe shkollën e mesme të muzikës. Po nga se e kisha shumë të vështirë ti mbaroj që të dyja, se edhe orari nuk u përkohte dhe ishte e lodhshme se tërë ditën ishte dhe me thonë procesi i mësimit. Unë pastaj vendosa edhe ta vazhdoj ndjenjën time, dëshirën time që doja ta mbaroja muzikën, po njëkohësisht edhe nënën e lumturova se ajo nga fillimi dhe me thonë donte që unë të vazhdoj muzikën. Vlen tek sot që në kohën kur na kemi mbaru shkollën e muzikës, vërtet që kanë qenë koha shumë të vështira. E vërtet shumë. Sfida, sepse mbaj men ishëm jo ndoshta mirë edhe në aspektin financiar, por babi na ka mbështet shumë. Do me thonë, babi ka ndodhur që nuk ka investu në gjana për shembull të shtëpijës, po ai ka investu, do me thonë, neve si fëmijë. Në atë kohë për me bli një instrument ka qenë jashtëzakonisht e vështirë, po babi gjithmonë ka qëndru afër edhe na ka mbështet. Shpesho prind kanë qenë shtylla kryesore e artës. Shumë e vërtetë. Edhe po mendoj shumë që kanë
temi kështu kanë investu në artën, që arta me qenë sot kjo që është edhe falë prindërve, padyshim që edhe punës tonë dhe që e ki bo, sot temi kështu në një kulm të karrierës, po sa është e vështirë me qëndru aktive artë? Po më intereson shumë e ditë, të pas për asysh me organizu festivale, me marrë pjesë në juri, me kompozu këngë, është jetë e vështirë, ndoshta në jetën kohë me qenë edhe mësimdhënëse, mi balansu gjitha, mas ne është edhe jeta personale, jeta private, jashtë asaj profesionales. Shumë e vërtet, Ilsa, mundohem mi balansu që të gjitha dhe i vullneti shumë i madh, pasioni, kur përputhen me angazhimin edhe punën profesionale, unë menoj që e bojnë atë mrekullien për me tregu një rezultat do me thënë të mirë. Mundohem jashtëzakonisht shumë të përkushtohem në profesion, sepse mundohem edhe tek pjesa e fëmijëve të jem krijuese dhe ti dërgoj në për festivalet. Unë njëkohësisht jo vetëm se jam një autore, një këngë, po unë mirëm edhe me menaxhimin e tyre, nga se jo të gjithë prindërit i dinë rrugën ku fëmijën duhet ta dërgojnë, sepse janë disa procedura në çështje të aplikimit, ku secili festival normalisht i ka kriteret e veta. Dhe unë gjithherë qëndroj pas tyre, mundohem të jem afër tyre edhe në pjesën e aplikimit, edhe në pjesën ndoshta edhe detajet të skenës, se si ato duhen të duken për skenë, po normalisht gjithmonë duke bashkëpunu me prindërit, po falë bashkëpunimit mirë vjen edhe ky rezultat. Pjesa tjetër, unë gati se që 10 vite jam prezent në festivalet ndërkombëtare, e ftuar gjithmonë si antare e jurisë në panelet e festivaleve ndërkombëtare. Dishta më ndalë të kjo pjesë, si pjesë e jurijës ndërkombëtare, sa është e vështirë me punu në këtë aspekt edhe të regojmë sa është e vështirë ndoshta mas ne të posë për asysh që je prej një shteti që është të milu vonë edhe ndoshta që shumica e vendeve edhe nuk na njohin ose na njohin atë kënd vështrimin e luftës edhe si njerëz specifik kështu që ndoshta nuk kemi përparu shumë, po sa është e vështirë me tregu që edhe shqiptarët e Kosovës dinë me bëti diçka të mirë. Elsa është një përvojë jashtëzakonisht e jashtëzakonshme, po njëherët është edhe një përgjegjësi, sepse ti mundohesh mbi supe ta mbash atë përgjegjësinë që përfaqësimi jot në këtë rast që unë jam dhe përfaqësoj shtetin e Kosovës dhe gjykoj në panelin e jurisë si një profesioniste muzikore, sepse ne marrim pjesë në festivale ndërkombëtare ku garojnë mira e qindra talent, domethënë të shteteve pjesëmarrëse. Ajo që ka ndoshta vlen mu theksua shumë e vërtet që janë disa shtete që ende ndoshta Kosovën edhe nuk e ka njohur si shtet. Unë kam marrë pjesë në Kiev të Ukrainës në panelin e jurisë në një festival atje, gjithashtu në Lituani, në Kaunas Talent, në Minsk të Bielorusis kam marrë pjesë, e në shumë shtete që ende ndoshta edhe Kosovën nuk e njohin shtet, dhe normalisht që paraqitja ime ka folë shumë edhe për shtetin tim, sepse kam lënë gjurmë të mira dhe jo sot gjithë këto trofetë të cilat ata mu mi kanë do si një profesioniste profesionale të cilin ata kanë konsideru rolin tim në gjyqtarën e jurisë, që kam qenë, do me thonë jashtëzakonisht e mirë, sepse për secilën këngë përveç pointimit, du të vendosësh edhe komentin edhe të arsyetosh, do me thonë çdo detaj, do me thonë të performancës, njëkohësisht votohet edhe në aspektin skenik performancës, dhe do me thonë ata të shohin në detaje se si ti ke reflektu në aspektin e jurijës. Po, pi përmend disa prej shteteve që ende nuk e njohin Kosovën. Sa ka qenë vështirë udhtime, ndoshta edhe me u pajis me viza dhe këtë pjesë tjera, apo kur ke shku që është kanë mirë prit? Kënë vështrimi i tyre, ka qenë kështot me sy shtremt, apo i drejt për që i kështot? Ndonjëherë i kam zonë të hutum, edhe ndonjëherë, do me thonë, nuk kam pas edhe një huri për shtetin tonë, edhe mu ka dash ndoshta pak më shumë me folë dhe me prezentu edhe për vlerat e shtetit tonë. Kështu që unë tash e kam një rat jashtëzakonisht gjërë të drejtarëve të cilët janë në për festivale ndërkombëtare, sepse për 4 vite rresht, do me thonë kam udhëtu, po gjithmonë me një vizion, sepse unë pas 4 viteve që kam kriju lidhje të ngushta me gjithë ata drejtarë në shteti ku unë kam marrë pjesë, kam lidh një bashkëpunim dhe jemi në një organizat, do me thonë të përgjithshme, ku ne jemi, do me thonë, komiteti muzikor dhe unë vizioni jem ka qenë që unë ta bëj një festival në Kosovë, ta realizoj një festival ndërkombëtar, ta bëj një festival internacional të këngës që Kosova nuk e ka gëzu. Është festivali i parë Rising Stars internacional, ku vitin që e lam pas,
edicioni 8 është realizu dhe kanë marrë pjesë 15 shtete, që do të thotë për Kosovën nuk ka qenë pak, me i pas 15 delegacione shtetërore dhe me i prezentu, do me thonë, gjithë se cilin nga ata me i shkëmby, do me thonë, kulturat internacionale. Po, qysh mirë pritet kjo prej qytetarëve Gjilanit, puna jote që ti e bën, e shtrin veprimtarin tonë dhe në qytetin e Gjilanit, sa janë mirë kuptuese dhe bashkëpunues Gjilangjit në këtë rast? Fatmirësisht, komiteti artistik më ka mbështet gjithë kohës. Edhe më kam përgëzu jashtëzakonisht shumë për guximin se ta realizosh një festival ndërkombëtar nuk është fare e lehtë. As pak. Se duhesh të mirësh me çdo detaj. Do me thonë tu fillu prej pritjes në aeroport, vendosjes akomodimit të tyre, pjesa do me thonë komplet e logjistikës edhe gjithë shka që kap, derisa të mrim të skena janë do me thonë edhe shumë përgjësi tjera edhe detyra që ne duhet me ju qëndru afër atyre. Kanë qëndru ofër edhe zakonisht edhe bizneset, artdashësit të cilët do me thonë e çmojnë artin edhe kulturën më kanë qëndru ofër duke më ofru mundësit mira, do me thonë mua si drejtoresh për mi nderu edhe antarët e jurijës, kanë sjellë edhe dhurata po ashtu. Gjithashtu publiki Gjilanas është shumë i mirë dhe normalisht që vinë me shumë kënaqësi për me i po festivalin edhe për me i po reprezentimet se secili shtet e reprezenton kulturën e vet, përpos muzikës ata e reprezentojnë edhe veshjet e tyre, do me thonë, tradicionale. Është interesante, po shpesh herë ndodh që pas edhe publikimit në platformat online më shkruajnë edhe më thonë ku mbohet ky festival, është e mundur në Kosovë me pas një kësi lloj festivali, është mega. Është festival që zgjatet 4 ditë rresht, do me thonë edhe marrin pjesë krejt grup moshat, do me thonë tu fillu prej fëmijëve dhe ajo çka është më e mira për mua se unë jap kom dhon mundësinë fëmijëve do me thonë të ngjiten në një festival ku këndohet live, ku këndohet gjallë, që e dimi ne si profesionistë që vlerat, do me thonë më të mira janë kur këndohet live, aty shihen të qartë dhe gjithashtu ne ofrojmë edhe për grup mosha teenager, adoleshent, që janë jashtëzakonisht shumë pak ka aktivitete në Kosovë, që e prekin këtë moshë e cila është më delikate dhe ne do të shumë të fokusohemi si popull të punojmë më shumë, do me thonë aktivitetet të tilla që këtë moshë tu e ditë qysh ata fillojnë kohën e pubertetit edhe tu e ditë ato zhvillimet e tyre, do me thonë hormonale, aktivitetet kulturore janë shumë mirëseardhura dhe përpos teenagerëve dhe adoleshentëve që marrin pjesë, janë edhe të rinjë, do me thonë mosha 18+. Ajo çka unë e them për festivalin Rising Stars nuk është vetëm një garë, po është një rrugtim profesional, është një urdhë lidhëse që krejt talentëve të cilët janë pjesë e Rising Stars ju jep mundësi që krejt ata drejtorë të cilët janë në panelin e jurisë, që këtë vit, do me thonë vitin që e lanë pas ishin 15 drejtorë jurie, shpërndajtën ftesa për talentët nga Shqipëria, nga Kosova, sepse fokusi tyre është që kur të vinë në festivalet në Kosovë, më shumë ftesat i dhurojnë për talentët shqiptarë. Kjo është padyshim një arritje e madhe për ty si drejtoresh. Tregamart, po më intereson shumë e ditë edhe po du me ndëgju për anës tonë dhe të pos parasysh e ki 20 vite në këtë treg, sa është e vështirë me balancu jetën profesionale me atë personale. A ki hasë vështirësi ndoshta të gjatë këtij rrugtimit tonë, të pas parasysh që ki marrë pjesë kaq shumë aktivitete, sa ki mujt ndoshta me i balancu këto të dyja. Me thonë drejtën unë ndoshta kur ta përfundoj orarin e punës nganjëherë edhe veç ulna dhe bëj scroll në telefon ose veç du më ik pak i realitetit, të pas parasysh që gjatë gjithë kohës jem aktiv në ngjarje të ndryshme kulturore. Ndoshta kena bën pak edhe mu step jonës personale. Me thonë të drejtën Elsa, unë jam tjekosisht edhe një nën, që jam jashtëzakonisht. Tu deshta me dalë. Jam shumë e bekuar, i kam 2 fëmijë. Kam vajzën Ilda, Nuhiju, ajo është 15 vjeçare. Njëkohësisht edhe vajza e ushtron të njëjtën veprimtari, është në shkollë të muzikës dhe është soliste. Dhe kam djalin i cili është 10 vjeç. Do me thonë kretë këtë karierën e kom zhvillu edhe sa kanë qenë, do me thonë edhe ata të vegjë shumë. Më mboj men në minst të Bjelorusisë, djali ka, kur kam qenë, para 9 vite djali ka pas 1 vjet. Dhe ajo ndarja ime me atë nuk ka qenë fare e lehtë, po këtu normalisht du me falenderu bashkëshortin tim, i cili edhe ai vjen prej botës arteve dhe mundohemi shumë mirë, me mirë kuptu njëri tjetrin edhe mi dal krah njëri tjetrit për me ndihmu me zhvillu karrierën. Kanë qenë sfida nga më të ndryshmet, sepse edhe në shumicën e udhëtimeve që unë kam udhëtu, nuk është se kom gëzu mbështetjen financiare prej instituteve tona, do me thonë prej
komunës ose prej Ministrisë Kulturës. Mbështetja ka ardhur tepër vonë, po fatmirësisht ka ardhur, shukër Zotit, po mu ka dashur ndoshta edhe krejt me vetë financim, me i pas këto përfaqësimet e pjesëmarrjet e mia, që normalisht edhe ajo më ka kushtuar kostën time, sepse nëse du me ndërtu edhe me zhvillu ma shumë në familje, më zhdasht ma shumë me investu në profesion, po nuk thëmë që shumë mirë që e kom bo këtë gjë, sepse pasuria ime më e madhe është veprimtaria. Qa e kësha një mesazh për gjitha gratë, gjitha vajzat, gjitha ato që i kanë synim, po ndoshta ndalin për një arsye të caktuar, ta shtecekja edhe ti vetë që nuk ka dhe shumë mbështetje për institucionet, fatkeqësisht tona në pjesën e artit, në pjesën e kulturës, ndoshta për një trajnim ose për një takim ose për një përfaqësim të Kosovës në fund ditës duhet me pagu qysh nga bileta avionit deri tek komoditimi edhe krejt të tjera të vet. E vërtet, po unë mendoj që kur ekziston pasione, nuk duhet më ndalë. Çdo herë sfidat janë pranë, po personalisht mu sfidat më kanë bo vish ma të fort. Edhe njihem si person që luftoj, nuk dorëzohem. Unë mendoj që secila prej grave din me bo punën e vetë ma të mirë profesionale. Pse? Se nëse nisemi për faktit që ne jemi me nëna, që miremi me edukimin e fëmijëve, jemi gratë të cilat e zotojmë edhe shtëpien, dhe me thonë, kur flasë shtëpien, janë gjitha ato gjëra që na presin pas orarit punës. E vërtet. Po mbi gjitha, unë prate e them që gruaja është e shajt dhe Zoti e ka ndërtu ashtu të tillë që diti menaxhoj të gjitha. Të gjitha njëjtën kohë. Dhe të gjitha do me thoni menaxhon ashtu mirë dhe me zemër për me arritë edhe rezultatin. Arta, faleminderit shumë për gjitha këtë informacione, ndoshta për 20 vite karriera që kete, kemi shumë a gjatë që ka me folë, po koha edhe hapësira jonë televizive është kaq mirë po pse ju presim do një ditë në studion e emisionit tonë. Me kënaqësinë më të madhe, ju falenderoj shumë emisionit televizionit juaj dhe njëkohësisht du me i falenderu për krejt mbështetjen edhe suportit që e bojnë për Komitetin Artistik Muzikor. Dashur shikues, ishte kjo intervista me Artën, një grua e cila, themi kështu në pika shkurta, e shpjegum gjithë karrierën e saj, pjesën e artit, edhe 20 vitet e saj, cila ka kontribu në zhvillimin e shumë artistëve, jo vetëm Gilanit, mirë po edhe më gjërësisht. Për intervista tilla dhe për materiale tilla, vazhdoni qëndroni me ekranet e TV Nish, deri materialin ton të ardhshëm, mirëmbëjtje.